ti ndërrohet paqja e Shqipërisë. Kjo është fjala e partisë dhe fjalën e partisë populli nuk e bën dysh. Asnjë pëllëm tokë të mos mbetet vjerë. Në fillim të viteve 60, Shqipëria përjetoi një ndryshim të thellë në organizimin e prodhimit bujqësor. Në arkun e më pak se 15 vjetëve nga reforma agrare e vitit 1946, kooperativat bujqësore ishin shndërruar nga një ide eksperimentale në bazën e ekonomisë rurale kombëtare. Sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, deri në vitin 62 mbi 90% e tokës bujqësore ishte kolektivizuar, ndërsa në fund të vitit 1965, kjo shifër arriti mbi 93%. Vetëm një pjesë shumë e vogël e tokës mbeti në administrimin e fermave shtetërore, ndërsa sektori privat pothuajse u zhduk plotësisht. Kooperativat ishin organizata të veçqeverisura formalisht, por në praktik funksiononin sipas direktivave të planit shtetëror 5 vjeçar. Ato bashkonin tokën, mjetet e punës dhe fuqi punëtore të 10 familjeve fshatare në një strukturë të vetme prodhimi. Çdo familje kontribuonte sipas mundësisë së saj dhe shpërblej në bazë të sistemit të ditëve të punës, një njësi standarde që llogariste sasinë e punës së kryer në vit. Ky sistem u mendua si një mënyrë për të ruajtur një lidhje mes kontributit dhe të ardhurave, por në praktikë ai shpesh dekurajonte produktivitetin individual, pasi shpërblimi ishte i ulët dhe i barabartë për shumë kategori pune. Kooperativat e viteve 60 ishin më shumë se sa njësi prodhimi. Ato shndërruan në qendra jetese dhe organizimi social. Skuadra e brigadës Spar do ta marrë sot flamurin. Po ç'është kjo punë kështu? Farie Selca po ja kalon të shoqit Dane Derbardhe. Në kooperativën tonë Grac po u lën dhe mangut burrave. Sot në Shqipëri gruaja punon e gëzon dhe fëmijët u ambajnë me tërë të mirat në qerdhe. Besa në Bulgarecin tonë as që kishim dëgjuar më parë se ç'është qerdhja e fëmijëve. Në garë për parashitjen e Panxharit Shqeterit, kanë hyrë 4 skuadra të brigadës Spar, si dhe individët midis tyre. Cila skuadër ka punuar më mirë shoku brigadier? Në çdo kooperativ funksiononin brigadat pune të specializuara sipas kulturave bujqësore, drithra, perime, vreshta, blegtori, pemtari e tjerë. Po ashtu funksiononin mbledhjet e përgjithshme të anëtarëve ku miratoheshin planet vjetore dhe ndashin fitime dhe zgjidhej drejtuesia. Por edhe të fundit nuk jemi ama, detyrimin ndaj shtetit të lam, dham dhe tepricën. Dhe kur shirjet marrin fund e grurin e çojmë për të bluar në mulli, atëherë ne i shohim frutet e punës sonë. Ne shohim më mirë se kur, se pikërisht duke u bashkuar në kooperativ, po i themi varfërisë lam të mirë. Për të 7 herë po e kremtojnë me gaz festën tonë të re, festën e të korrave. Thyje Gjavdulla po gaçin e ngrohtë të fituar me djersën e ballit. Dashur mysafirë, shokë dhe shoqe kooperativistë, festën tonë të përvitshme të shirjeve e deklarojmë të hapur. Me lejoni që gocën e parë ta ngremë për Partinë e Punës së Shqipërisë, e cila në shembull e vendit të Masë Leninit na mësoi si të punojmë dhe të jetojmë kaq të gëzuar dhe të bashkuar, edhe kaq të lumtur dhe të gëzuar. Komisionet e kontrollit kishin për detyrë të verifikonin zbatimin e normave të punës. Në nivel kombëtar, këto struktura përfshinin 10 mijëra familje. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 1965 ishin ngritur 1036 kooperativa bujqësore me mbi 250.000 familje anëtare. Mesatarisht, një kooperativ administronte 500 deri në 700 hektar tokë dhe përfshinte 300 deri në 500 punëtor aktiv. Shteti kërkoi gjithashtu specializim rajonal të prodhimit për të rritur efikasitetin dhe për të siguruar furnizimin e brendshëm. Në Myzeqe dhe zonat fushore të Fierit, Lushnjës e Durrësit u përqendrua prodhimi i drithrave dhe pambukut. Në Korçë e Pogradec, theksi u vute gruri dhe perimet. Në zonat malore të Veriut dhe Jugut përparësiu dha blegtorisë, qumshtit dhe produkteve shtazore. Në të njëjtën kohë u ndërtua një rrjet i gjerë infrastrukturash mbështetëse, depo për ruajtjen e drithrave,
magazina për fara, qendra për përpunimin e qumshtit dhe vajit, stalla të përbashkëta për baktin dhe sistemet e reja uritje. Vetëm gjatë viteve 1960-1965, sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, u ndërtuan rreth 1500 kilometra kanale ujitje. U hapën 300 rezervuar të rinj dhe u ngritën 10 qendra për ruajtjen e produkteve në zonat rurale. A mund të besonin këta pleq që do vinte dita të bëhej kryetare kooperative Lenka, vajza e fshatit të tyre? Lenka të drejtonte 2400 hektar tokë dhe 680 familje? Në këto vite, kooperativa u bë jo vetëm vend pune, por edhe për tham komunitare. Aty ndodhin mbledhjet, festat, ndarjet e fitimeve dhe madje dhe vendimet e rëndësishme për jetën shoqërore. Shkollat, qerë dhe qendra shëndetësore dhe shtëpitë e kulturës, ndërtuar pranë kooperativave, krijuan një qendër të re graviteti social në fshat. Megjithatë, transformimi solli dhe pasoja afatgjata. Familjet fshatare humbën lidhjen e tyre tradicionale me tokën si pasuri familjare dhe shpërblimi kolektiv uli motivimin individual. Prodhimi filloi të varej gjithnjë më shumë nga direktivat e planifikimit shtetëror dhe jo nga iniciativat apo përfitimet personale. Sidoqoftë, për dekadat që pasuan, ky model siguroi stabilitet ushqimor kombëtar, mbajti çmimet e ushqimeve të ulta dhe krijoi bazën bujqësore për zhvillimin industrial të vendit. Në fillim të viteve 70, Shqipëria hyri në një fazë të re të politikës bujqësore, modernizimi teknik dhe mekanik i sektorit kooperativist. Kjo erdhi si përgjigje ndaj dy sfidave kryesore, nevojës për të rritur prodhimin bujqësor për një popullsi në rritje të shpejtë dhe objektivit për të ulur fuqinë punëtore në bujqësi dhe për ta zhvendosur atë drejt industrisë. Miqësia midis popujve tanë frymëzoi dhe rriti më tej entuziazmin e punonjësve të uzinës të traktorëve të Lojanit në përgatitjen e traktorëve Tung Pang Hung për Shqipërinë Motor. Në këtë periudhë, Shqipëria shqiptare nisi të importojë sasi të mëdha makinerish bujqësore nga Bashkimi Sovjetik, Kina dhe vendet e tjera të Traktatit të Varshavos. Vetëm gjatë viteve 1970-1975, sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë, u importuan mbi 1500 traktorë të rinj, rreth 200 autokombajna për drithrat, mbi 300 makina mbjellëse dhe pleruese mekanike e tjerë. Në çdo rreth u ngritën ndërmarrjet e mekanikës bujqësore. Qendra shtetërore që ofronin shërbime mekanike për kooperativat mirëmbanin makineritë dhe trajnonin operatorët. Përveç mekanizimit, u shtua ndjeshëm përdorimi i plerave kimik dhe pesticideve. Nga më pak se 20.000 ton plera për vitin 60, përdorimi u rrit në mbi 150.000 ton në vitin 1980. U zhvilluan dhe programet e përzgjedhjes së farave, ndërsa Instituti i Lartë Bujqësor i Kamzës dhe qendrat kërkimore në Lushnjë e Korç u kthyen në shtyllat e arsimimit dhe inovacionit bujqësor. Në këtë periudhë ndërtuan edhe objekte për përpunimin e produkteve bujqësore, si fabrikat e vajit, të verës, miellit dhe qumshtit, që synonin të shtonin vlerën e zinxhirit prodhues. Në vitin 1978, për shembull, prodhimi vjetor i grurit arriti në rreth 560.000 ton, ndërsa prodhimi i qumshtit në 480.000 ton, nivelet më të larta në historinë e bujqësisë shqiptare. Megjithëse infrastruktura modernizoi, efikasiteti i brendshëm mbeti i ulët. Puna kryhej kolektivisht, shpesh pa lidhje të drejtë për drejtë me produktivitetin individual. Burokracia shtetërore dhe mungesa konkurrencës pengonin inovacionin. Vendimmarrjet e rëndësishme nuk merreshin në terren, por në nivele të larta planifikimi duke u bërë një sistemi të ashpër dhe të ngurtë. Në vitet 70 Shqipëria arriti vetë furnizimin ushqimor për shumicën e produkteve bazë, por dështoi në krijimin e tepricave për eksport. Mungesa e tregjeve të jashtme, mbyllje ekonomike dhe izolimi politik penguan përfitimin nga zinxhirët ndërkombëtar të furnizimit. Komunisti Arin Andoni, nga 176 lop, merr një mesatare prej 5.000 litra qumësht në vit. Në Institutin e Kërkimeve Bujqësore në Shkodër, punon kandidati i shkencave bujqësore Hysen Laçaj, i cili ka krijuar hibride misri të niveleve botërore. Përvoja e brigadave pararoj në kooperativën bujqësore të tipit të lartë të plasës shkëmbehet dhe përgjegjësohet
për të marrë rendimente sa më të larta. Në fund të viteve 70 dhe fillim të viteve 80, sistemi kooperativ filloi të tregonte shenjat e para të krizës strukturore. Rritja e popullsisë rriti kërkesën për ushqim, por prodhimi nuk arriti të ndjekë këtë ritëm. Pajisjet bujqësore ishin të amortizuara dhe pjesët e këmbimit mungonin për shkak të izolimit ekonomik. Motivimi i punëtorëve era ndjeshëm, paga për ditë pune ishte simbolike dhe shpesh e pamjaftueshme për jetesë. Diferencat mes drejtuesve dhe punëtorëve krijuan pakënaqësi të përhapura. Në të njëjtën kohë, proceset e urbanizimit dhe industrializimit boshatisën fshatrat. Të rinjt kërkonin punë në qytete ose në ndërmarrje industriale, duke lënë pas një forcë punëtore të plakur dhe më pak të kualifikuar. Në fund të viteve 80, shumë kooperativa prodhonin vetëm për mbijetesë dhe nuk kishin më kapacitet për të përmbushur nevojat e tregut. Ndërkohë, tregjet ndërkombëtare të ushqimit dhe teknologjisë ndryshonin me ritme të shpejta, por sistemi i mbyllur shqiptar nuk mundi të përshtatej. Ky ishte fillimi i fundit të modelit kolektiv, një strukturë që dikur kishte qenë themeli i zhvillimit bujqësor, por që tani mbahet gjallë vetëm nga inercia e një sistemi të ngurtë dhe të tejkaluar. Viti 1991 shënoi një kthesë rrënjësore në historinë e bujqësisë shqiptare. Pas më shumë se 4 dekadash të ekonomisë planifikuar dhe kolektivizimit të plot, sistemi i kooperativave bujqësore dhe firmave shtetërore u shem pothuajse brenda pak muajsh. Rënja e regjimit një-partijak, ndryshimi i modelit ekonomik dhe presioni i madh shoqëror për kthimin e pronës tek individët bën që transformimi të ndodhte me një shpejtësi të paprecedent në Europën lindore. Në nëntor të vitit 90, qeveria kishte miratuar një sër aktesh ligjore që përgatitën terrenin për shpërbërjen e sistemit kooperativ. Ndër vendimet e para të qeverisë pluraliste ishte ligji 7501 për tokën, i miratuar me 19 korrik 91, që përcaktoi parimet e shpërndarjes së tokës bujqësore. Sipas këtij ligji, toka duhet të ndahej familjeve bujqësore që jetonin dhe punonin në zonat përkatëse, në përpjesëtim me numrin e anëtarëve dhe tokës së punuar më parë. Kjo politikë synonte të shmangte rikthimin e pronarëve para komunist dhe të garantonte një ndërprerje paqësore të sistemit të vjetër. Ky proces solli një kthim të shumë pritur të pronës në duart e individëve, por ndryshe nga sa pritej, ajo nuk u rikthye në formën e saj tradicionale. Shumica familjeve morën parcela shumë të vogla, shpesh të shpërndara në disa zona të ndryshme dhe me sipërfaqe të pamjaftueshme për të krijuar një ekonomi bujqësore të qëndrueshme. Nga rreth 708.000 hektar tokë bujqësore të ndara deri në fund të vitit 92, u krijuan mbi 400.000 parcela, me një mesatare prej vetëm 1.2 deri në 1.4 hektarësh për familje. Fragmentimi u shoqërua me mungesë pajisjesh, kapitali dhe infrastrukture. Pajisjet bujqësore të kooperativave ishin të amortizuara, shumë stalla, magazina dhe depo u plaçkitën ose u shkatruan, ndërsa kanalet ujitse mbeten pa mirëmbajtje. Një pjesë e konsiderueshme e ndërtesave të ish kooperativave u lanë të braktisura ose u shitën për skrap dhe materiale ndërtimi. Për herë të parë, pas më shumë se 40 vitesh, toka ishte sërish në duart e familjeve, por realiteti ekonomik ishte shumë më sfidues se më parë. Familjet e vogla bujqësore nuk ishin qasje në kredi, tregje ose teknologji moderne. Bashkëpunimi mes pronarëve ishte minimal, ndërsa institucionet shtetërore të mbështetjes bujqësore ishin ende në fazë tranzicioni. Ndër pasojat më të menjëhershme të shpërbërjes ishte rënja ndjeshme e prodhimit bujqësor. Në pak vite, prodhimi ra me ritme të papara që nga lufta e dytë botërore. Prodhimi i grurit ra më shumë se me 40% ndërmjet viteve 90-93. Prodhimi i misrit ul me mbi 35%, ndërsa i patateve dhe perimeve u përgjysmua. Prodhimi i qumshtit dhe mishit ra me 30 deri në 40% për shkak të shkatrimit të stallave dhe mungesës së ushqimit për baktit. Sipërfaqja e tokës së punuar u zvoglua me rreth 20%, pasi një pjesë e mirë e tokave u la djerë ose u përdorën për ndërtim. Ky kolaps bujqësor pati pasoja të drejtpërdrejta në jetën e përditshme të qytetarëve. Shqipëria, që deri në fund të viteve 80 kishte arritur vetë furnizimin me produkte ushqimore, u detyrua të importonte sasi të mëdha të rrit, vajrash dhe produktesh bazë ushqimore për të përballuar kërkesat e popullsisë. Me gjithë vështirësitë, shpërbërja e kooperativave hapi rrugën për një model të ri bujqësor, atë të bujqësisë familjare private, që mbetet edhe sot themeli i sektorit rural shqiptar. Në vitet 90, mbi 90% e prodhimit bujqësor realizohej nga fermat familjare,
shpesh me punë ekskluzivisht të dorës së familjarëve dhe me mjetet tradicionale. Ky model solli fleksibilitet dhe liri tregu, por dhe probleme strukturore afatgjata. Madhësia e vogël e parcelave pengoi përdorimin e teknologjisë dhe mekanikës moderne. Mungesa tregjeve funksionale detyroi shumë fermerë të shesin prodhimet në mënyrë informale dhe me çmime të ulta. Mungesa bashkëpunimit mes fermerëve bëri të pamundur krijimin e ekonomive të shkallës dhe investime të përbashkëta. Emigracioni masiv rural uli më tej fuqinë punëtore dhe ndaloi zhvillimin e tregjeve lokale. Në këtë periudhë Shqipëria u bë vendi me strukturën më të fragmentuar të pronës bujqësore në Europë. Me mbi 350.000 ferma familjare, shumica me më pak se 2 hektarë secila. Një pengesë që vijon të ndikojë dhe sot në konkurrueshmërinë e sektorit. Sot mbi 3 dekada pas shpërbërjes, kooperativat mbeten një kujtesë kolektive e fuqishme. Ato ndryshuan rrënjësisht raportin e shoqërisë shqiptare me tokën, nga pronë familjare në pronë kolektive dhe më pas sërish në pronë private, por në një realitet krejt tjetër. Kooperativat lanë pas një trashëgimi të dyfisht. Pozitivi ishte rrjetet e ujitjes, përvoja organizative dhe disa struktura infrastrukturore që ende ndikojnë në bujqësinë shqiptare. Negative ishte fragmentimi i pronësisë, mungesa bashkëpunimit, varësia nga shteti dhe një mentalitet ku iniciativa individuale shpesh shihet me skepticizëm. Sot bujqësia shqiptare prodhon rreth 18 deri 20% të prodhimit të brendshëm bruto dhe punson mbi 35% të fuqisë punëtore. Por ajo ende përballet me probleme strukturore që lidhen drejt për drejt me shpërbërjen e kooperativave. Parcelizim ekstrem, informalitet i lartë, investime të ulta dhe mungesë të zinxhirëve të organizuar të vlerës. Në retrospektiv, historia e shpërbërjes së kooperativave është më shumë se sa një ndryshim pronësie. Nga kolektivizimi i detyruar dhe ekonomia planifikuar, Shqipëria kaloi brenda pak muajsh në një ekonomi të lirë tregu dhe pronësie private. Por ky tranzicion i shpejt solli jo vetëm lirinë e shumë pritur, por edhe plagë të reja si mungesë kohezioni. Kooperativat nuk ishin thjesht një model ekonomik, por ishin dhe një eksperiment shoqëror që ndryshoi mënyrën se si shqiptarët e konceptonin tokën, pronën dhe punën.